Dëgjo, do të më japësh një shpjegim. Përse duhej të shënoj në biografi për shembull më para, vin nga familje varfër fshatare. Për shembull kone komedi, domethënë duhet vije nga Leckamanët për shembull. Pse duhet të ishte kjo? Po, së pari duhet që këta të ishin pjesa më e devotshme e partisë shtet, sepse ishin banor rural që vinin nga varfëria të paarsimuar dhe përjedhoj ishin më të manipulueshme. Po. Pjesa tjetër, duke qenë këta pjesa më vitale e partisë shtet, pra ishin më të preferuarit, po. Detyrimisht të gjithë pastaja e panë si mod këtë, edhe thoshin të gjithë rrjeta një familje varfër fshatare. Pra, dhe pas kjo do të ishe për shembull familje Leckamanësh bregrisur, o pingaxhi që ti të bëj karrierë në pushtetin socialist. Po edhe sot pra, edhe sot. Po të ishe atje si dorë e partisë dhe ajo do me thënë të jepte dorën që do të thotë të bënte njeriu në ri, të shprarjes së trurit dhe të tjera. Do me thënë. Po më kujtohet që pa vajtur në gjimnast në klasën e 8 duhet bëje një lutje që ush atëre, do me thënë tërpërçmim, jo kërkesë. Po. Dhe duhet të bëje lutje që unë duhet të vazhdoj një shkollë të mesme, profesionale të tjera, ishte gjë e rrallë, liceun, dhe duhet të shkruaj një familje varfër fshatare. Po ne që ishim beler, si vetë halli? Po ja, këtë duhet të nxjerr. Dhe unë shikoj ata të klasës e kopjoj unë si bënin ata, se ata ishin marrë vesh me prindit dhe vitë, ti meti. Shikoj, them, duhet që ta shkruajmë kështu. Qeshja i dhe tha, ne do ta shkruajmë, tha, familje mesme. U të qarë do në përplasja këmët, e ke gabim do marrësh më qafë, do ma edhi në kosh mua kërkesën. Jo, dhe në fund fare e rregulloi ai që tha, ne me gjithse ashtu tha jemi 12 antar partie në fista, edhe kështu që natyrshëm që mua nuk ma morën parasysh lutjen, por dua të them që këto kështu shkisnin, duke thënë jam e mesme, por që edhe sikur të shkronin jam familje fshatare, i referoheshin të tashmes, jo të djeshmes atë. Ishin të varfër për të. Po edhe sot, duhet të jesh familje varfër, plebej, fshatar, patok, që të bësh karrierë te Partia Socialiste. Si shpjegohet? Po sepse ajo parti mbulon atë stres. Dhe ajo kështu i do. Apo i do vetëm për vota e pastaj? I do kështu ajo, sepse pjesa më e manipulueshme është ajo më e varfra. Dhe kombi më i varfër është ai që ti mund ta sundosh më lehtë. Qartë, profe. E i madh. Ka në i mos harroni. Si mund të bësh i pasur? Po, mos harroni, vi preardhjen e keni nga familje varfër fshatare Leckamanësh. Të pikur dhe të këputur. Të këputur, lodhur, dakor? Prandaj jeni hajdut ju të majtët, se vini nga familje varfër fshatare, nga skamja. Dhe ju prandaj një kthyer konvertohen hajdut. Apo jo? Maskarallëk thot, po. Prandaj nuk bëhet Shqipëria me ju të majtët, se ju jeni maskarënj gjithë hajdut. Hajde, ciao.